Dyshja e re showbizit turk, një lajk që ndezi zërat. Mediat turke kanë shpërndar lajme që kanë tërhequr vëmendjen e fansave të showbizit turk duke sugjeruar se aktoria e njohur Demet Özdemir dhe futbollisti i Galatasarayit Lucas Torreira mund të jenë çift i ri. Lajmet për një lidhje mes tyre filluan të qarkullojnë pas një detaj të vogël që nuk u shpëtoi ndjekësve të tyre. Një foto e fundit e ndarë nga Demet në Instagram ka tërhequr vëmendjen pasi Lucas Torreira ka bërë një like publikisht, duke u bërë kështu i pari veprim që i ka shtuar dyshimet për një lidhje të mundshme mes tyre. Ky reagim ka ndezur diskutime të shumta në rrjetet sociale, ndërkohë që media turke kanë filluar të spekulojnë për një romancë të mundshme. Një portal i njohur turk ka shkruar se ky like mund të jetë konfirmimi i lidhjes së tyre duke përdorur shprehjen "erdhi konfirmimi i lidhjes së tyre". Ky titull ka shtuar më tej zërat për një lidhje mes aktores dhe futbollistit. Pavarësisht kësaj, as Demet dhe as Lucas nuk kanë reaguar ende publikisht për të konfirmuar nëse ka një lidhje romantike mes tyre. Megjithatë, fansat e kanë mbushur rrjetet sociale me pyetje komente duke pritur me padurim të mësojnë nëse dyshja do të pranojë publikisht lidhjen e tyre.